publiciste, politologe, analiste dhe shkrimtare. Ajo përfaqëson një profil të një intelektualeje që ka ndërtuar karrierën e saj mbi përkushtimin ndaj dijes, integrimit dhe zhvillimit shoqëror. Me ekspertizë të thelluar në shkencat politike, integrimin evropian, ligjin ndërkombëtar dhe psikologjinë sociale, personazhi i kësaj pjese ka ndikuar në mënyrë të vazhdueshme në diskursin publik dhe akademik në Shqipëri. Për të diskutuar për shumë çka rreth punës dhe jetës së saj, na ka nderuar me prezencën e saj sepse na ka ardhur nga Tirana për herë të parë në një intervistë në Kosovë. E mirëpresim me shumë kënaqësi Arseda Gjylin. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam sonte në Libero. Kënaqësi dhe për mua. Ju falenderoj për ftesën dhe mbi të gjitha është emocioni i veçantë që unë sot jam në Kosovë, në Kosovën tonë të dashur, të zemrës, që ne nuk e ndajmë në aspekt shpirtëror, por edhe të gjithë dimensionit social, ekonomik, politik, ne nuk e ndajmë me Shqipërinë dhe me veten tonë. Dhe gjithmonë kam emocion kur vinë Kosovë, por mbi të gjitha sot për këtë intervistë parë që unë jap në Kosovë dhe patjetër që jam dhe me ju këtu sonte. Kënaqësia është edhe jona. Falenderoj që pranove ftesën dhe jemi ne. Ndërkohë kemi kërkuar nga ti të shkruash një letër vetës. Para se të flasim për atë që është ngjarja e fundit e jotja, publikimi, botimi i librit tuaj të fundit. Po së pari duam dim se çfarë i ke shkruar vetës. I ke shkruar ndonjëherë tjetër vetës kështu? Jo, ishte hera e parë praktikisht që i shkruaja vetes dhe është një refleksion ndryshe, është një ngjarje për njeriu të shkruaj vetes në plan konceptual, në plan filozofik, po edhe në plan të pasqyrës, pra të përballjes me identitetin, me mënyrën se perceptojmë veten. Mendoj që është gjëja sa e thjesht, aq edhe më e vështira ti shkruash vetvetes, sepse përballja me të neve na çon jo vetëm te refleksioni, por nganjëherë edhe tek absurditeti, dhe duam të jemi sa më të vërtet me vetveten në fund të ditës, por aq kosa përpiqemi të jemi të vërtet me të tjerët. Kur ke parasysh që ti analizon politikën, analizon zhvillimet politike të tjerët, kësaj radhe u futen analizat vetës, të dukej pak sa e largët. E vërtet, më dukej sa e largët, aq dhe afër u përpoqja të kisha një rrëfim shpirti me veten, por në të njëjtën kohë ti thoja ato gjëra që mbase nuk ja kam thënë asnjëherë dhe mendoj që ishte një shkrim i mirë, një shkrim që do jetë interesant për publikun. Faleminderit shumë, atëherë me kënaqësi po të dëgjoj. Nuk po të shkruaj për të bindur për diçka që nuk e di, por ndonjëherë e vërteta ka nevojë të dëgjohet si zë i huaj që vjen nga një dritare e mbyllur. Ndoshta kështu merr formën më të besueshme, më reale, më të bëshme. E ti patjetër e di se thirrja e brendshme është qerrja më e madhe e realitetit absurd që na mbivendoset. Jemi të dy bashkë në një udhkryq të verbër, por unë krejt pa dashakeqësi e hap nganjëherë syt për të parë se çfarë ndodh vërdall. E kjo sfidë të parit realitetit me syt zgurdulluar është e dhimbshme si një thikë ngulur në zemër. Nuk pres asnjëherë nga ti që të më pranosh për atë që jam. E di që më dënon, më paragjykon, më tkurr dhe më rrin ngushtë, kur dua të jem plotësisht ajo që jam, me pasionet që kam, me mënyrën se si dua të jetoj jetën, me kontradiktat, me sfidat e zemrës që nuk pranojnë realitetin. Por ti e di, ka kohë që ne kemi bërë paqe me destinin, me lutjen, me asgjësimin e provave kur lotët janë shpëtimtari ynë në pabindje. Pavarësisht çdo gjëje, duhet të jemi të butë me veten, sepse trupi dhe shpirti ynë na dëgjon. Po, duhet jem më e butë me ty. Gjithmonë të kam parë të ndarë nga vetja, filozofia me cilën e jetoj jetën, impulsivitetin ndjenjës, dëshirat e çmendura dhe lëvizjet pa kushte të paracaktuara të cilat më definojnë. Por siç them dhe në librin tim Dhimbja kërkon shenjtëri, ne të dy ndajmë të njëjtin fat, të njëjtën dhimbje, të njëjtin destinacion. Ne luftojmë me të njëjtën humbje e me të njëjtin gëzim çdo ditë. Jemi të lidhur ngushtë
nga destini dhe loja e tij e pamëshirshme. E në mbyllje mes këtyre rreshtave të them me bindje se ti si nën, grua, femër e ke fituar luftën tënde. Ke fituar sfidën me kohën, me vrapin për të zgjidhur ngërçin më të vështirë, je heroina e fëmijës tënd, je dëshira me serësisë asaj që ndodh nga rastësia, i ke mbijetuar deteve me trazira dhe sot lundron e lirë, në shkëlqimin e natyrshëm pas shiut. E për këtë më ke treguar një anë krejt hyjnore se çfarë mund të bëjë njeriu kur e thret nevoja. Ndaj të lidhur të dy bashk prej destinit, trupit e shpirtit të them, të dua më shumë se çdo gjë që rrotullohet në mendim, qenie e univers. Faleminderit shumë. Kam mbajtur shënim një 2 momente. Pavarësisht çdo gjëje, do të jemi të butë me veten, sepse trupi dhe shpirti ynë na dëgjon. Kur e mësove këtë? Atëherë, ka shumë momente në jetë që kam kuptuar se do të jemi të butë me veten, sepse ne në përditshmëri jemi në sakrificë për të tjerët, duam të kënaqim të tjerët, duam të jemi përmbushës për gjithë detyrat që kemi në jetën e përditshme, atë profesionale, atë si nën, detyrat që një farë mënyrë na janë paracaktuar nga shoqëria dhe të qenurit nën është akti më heroik në shoqëri dhe dua të jap një përqafim gjithë grave dhe nënave që janë këtu për t'i thënë se ndonjëherë ky vrrulli i përditshëm për t'i kënaqur të gjithë, për të mbajtur familjen, për të qenë profesionist i mirë, për të ndërtuar dhe për të mbajtur nocionin më të rëndësishëm, atë institucionin e familjes që ndërton shoqërinë, neve harrojmë nganjëherë të jemi të butë me veten dhe duke e shtyr, duke e pushur në mënyrë të vazhdueshme për të bërë më të mirën, harrojmë që duhet ndalojmë, të reflektojmë, të kuptojmë dhe libri praktikisht erdhi si një refleksion i brendshëm për të ulur, për të ndaluar, për të kuptuar se duhet jemi të butë me veten, duhet ta duam më shumë veten, duhet dalim përballë dhe siç në Francë është kulturë e njohur dhe fëmijët edukohen që në vegjëli të duan fillimisht veten përpara çdo kujt tjetër dhe ne duhet nganjëherë të ulemi dhe ta duam më shumë veten, ta reflektojmë veten. Kështu që mendoj që kjo ka ardhur momente të ndryshme të jetës time. Patjetër ka ardhur për ta dashur më shumë veten kur kam dashuruar, ka ardhur për ta dashur më shumë veten kur si nën më është dashur të sakrifikoj shumë, është dashur ta dua më shumë veten dhe të reflektoj mbi veten, kur si profesioniste duhet bëj shumë gjëra në të njëjtën kohë dhe të jem në multitasking çdo ditë dhe në një ritëm gati të çmendur të përditshmërisë dhe më është dashur ta dua më shumë veten në pabindjen time dhe në kapriçon që her pas here kam për të realizuar gjithë ëndrat e mia. Dhe ky insistim prandaj dhe vetes jam referuar sikur është jashtë meje. Pra e kam parë si të ndarë nga vetja. Sepse ky dualiteti është përplasja më e fortë që kemi nganjëherë edhe me vetveten tonë. Faleminderit shumë. Shkëputa dhe diçka tjetër, i kem mbijetuar deteve me trazira dhe sot lundron e lirë në shkëlqimin e natyrshëm pas shiut. Cila është trazira më e madhe që e mbijetove në këtë det, por që tek e fundit je mirënjohëse sepse e mësove notin më mirë. Po patjetër. Po ka padur shumë sfida, patjetër ka padur shumë sfida. Jeta kur prindrit na thonë se dëgjoj se në momentin kur do përballesh me ato sfidat e vërteta do kuptosh që këto gjëra me cilat po shqetësohesh në fëmijëri, në adoleshencë janë totalisht pa kuptimta. Por çdo fazë e jetës ka sfidat e veta, për aq kohë sa ti e percepton si të tillë. Pra kur je fëmijë, sfidat më të mëdha janë ato që ti kalon për moshën që ke. Në adoleshencë sfidat më të mëdha janë dashuritë e para. Pastaj kur rritesh edhe më shumë dhe kupton që kush janë sfidat reale, kush janë përgjegjësitë që ty të mbivendosen, aty kupton që deti me trazira realisht fillon me rritjen. Fillon me përgjegjësinë, fillon me nevojën për ta përballuar jetën dhe për ta përballuar jetën me gjithë dimensionet e saj. Dhe ky deti me trazira patjetër janë të gjitha etapat që kam kaluar në jetën time, por një nocion shumë i rëndësishëm që unë përmend aty është liria. Sepse gjëja më e vështirë për njeriu është të fitojë lirinë dhe të jetë i lirë. Dhe ne e shikojmë që jetojmë në mënyrë të vazhdueshme mes zinxhirësh, jetojmë në mënyrë të vazhdueshme mes një skllavërimi që na vjen nga se na vjen. Na vjen nga mentaliteti, nga vjen nga patriarkalizmi,
na vjen nga mënyra se si ndoshta trajtohemi jo si të barabartë, qoftë në punë, qoftë në jetën e përditshme. Mungesa e lirisë na vjen nga shtypja e përditshme dhe ne shikojmë që është një luftë e vazhdueshme për të qenë i lirë nga zinxhirët. Kush është tjetër zinxhiri më i madh që ne na mban? Është liria financiare ekonomike. Dhe për të qenë të lirë financiarisht, gratë, më së shumti, por të gjithë targetet e shoqërisë duhet bëjnë kompromise me lirinë e tyre dhe me skllavërimin. Kështu që në vetvete duhet kuptojmë që paraja patjetër është e rëndësishme, por paraja vetvete nuk të jep lumturinë, nuk ta fal lirinë dhe nuk duhet sakrifikojmë veten tonë, nuk duhet sakrifikojmë ëndrat tona thjesht për hir të fuqizimit nëpërmjet paras. Emri i emisionit tim është Libero, që do të thotë liri. Patjetër, liri. Jemi në koncept. Prandaj jemi brenda për brenda konceptit, je në tavolinën e duhur. Je lirë? Jam e lirë. Jam e lirë. Jam e lirë pikë së pari në mendim. Dhe kjo është gjëja, në libër e them tek një nga shkrimet e mia, më lër të skllavërohem e lirë. Që do të thotë mendimi është gjëja më skllavëruese për njeriu. Ne mbetemi peng e vetvetes. Neve nuk na e mundëson lirinë vetë mendja jonë. Dhe duke menduar, duke mbi menduar për gjërat, ne nuk jetojmë momentin. Dhe do thotë vetë jeta jonë është momenti. Asgjë nuk e në dorë, të shkuarën e ke të kaluar. Të ardhmen ti nuk e ke, nuk e din çfarë sjellë e papritura. Atë çfarë ti ke në dorë të jetosh edhe ta realizosh se ç'duhet. Ke momentin, ke të tashmen, kemi këtë bisedën që po zhvillojmë ne të dy. Mbas një ore, kjo biseda jonë venitet, shkon në skutat e të shkuarës. Dhe ajo që mbetet është çfarë ne kemi konsumuar këtu dhe këtë duhet mendojmë, këtë duhet kujtojmë, që në vetvete është mendimi dhe mbi të gjitha të qenurit i lirë dhe prandaj e konsideroj veten të lirë, jo nga të gjithë zinxhirët. Patjetër që kam dhe unë ato gjëra të cilat më mbajnë peng, si rrjedhoj e lidhjes shoqërore, socioekonomike, politike, edhe të gjitha tjerat, institucionale, që kemi ne në marrëdhëniet e përditshmërisë, është e pashmangshme që të mos jemi në disa indirekt zinxhir, por jam e lirë, sepse jam e lirë në mendim. Faleminderit shumë. Çka është më e vështirë për ty? Të edukosh një mendje, si profesoresh, të prekesh zemrat, si poete, si shkrimtare, apo ti sfidosh politikat, institucionet si analiste politike? Dhe pyetje e mirë, por nuk do doja t'i vendosja në rend hierarkik, po me që po ma ndërton pyetjen në këtë formë, të thoya që të edukosh një mendje. Është një nga përgjegjësitë më të mëdha. Sepse ne formsojmë brezat. Dhe brezat e rinj sot gjithmonë më shumë me globalizmin, me teknologjinë, me varësinë që po ndërtohet nga teknologjia tek brezat e rinj, po bëhet gjithmonë më shumë që ne të edukojmë mendje të pavarura dhe mendje të inspiruara. Cilën e përjeton më të vështirë, më sfiduese? Unë si më sfiduese përjetoj në edukimin e mendjeve. Edukimin e mendjeve. Patjetër, është misioni im më sfidues, por në të njëjtën kohë dhe më i bukur, impakti dhe ndikimi tek brezat e rinj që unë të mbetem në mendjet e tyre. Ishim në një Erasmus, duke qenë se merrem me programet e shkëmbimit Erasmus+, ishim në një Erasmus dhe bashkë me vajzat që ishin pjesë e programit shkëmbimit, më thanë Zysha, ju kishte kaluar 2 vite që kur kishim bërë mësim bashkë, dhe më thanë Zysha, kemi mbajtur shënim një thënie tënde që nuk e harrojmë. Dashuria është interes ndjesor. Unë e kisha thënë këtu në leksion në mënyrë krejt shpenguar, që do thotë çdo relacion jetën tonë është interes në vetvete, do thonë jo interes ekonomik, flasim interes ndërlidhjesh, po dhe dashuria në vetvete është interes ndjesor. Për aq kohë sa nuk ka ndjenja, aty mbaron dhe konsumimi i gjës. Dhe kjo ishte një gjë shumë e bukur sepse të dhënit studentëve jo vetëm leksionet që ne duam t'i japim, por dhe leksione jete. Për t'i bërë ata të reflektojnë, të zgjojnë mendimin kritik, të jenë më selektiv në informacionin që ata marrin, dhe mbi të gjitha të përballojnë sfidën e teknologjisë sot. Sepse sot mendja e të rinjve është shumë e lidhur me të mbajturit e një celulari, asaj Black Mirror, që kemi parë dhe serialin e famshëm. Të mbajtur një ekran të zi gjatë gjithë kohës në dorë, dhe kjo ata i ka prerë iniciativën, i ka bërë gati të ngurtë, ndaj dhe unë i ftoj në mënyrë të vazhdueshme në evente, në takime, etj që të zgjohet ky model i pjesëmarrjes. Dhe duke qenë pjesëmarrës, ty në vetvetiu të zgjohet iniciativa për të ndërmarrë hapa, për të ndërmarrë iniciativa dhe për të mos thënë që në këtë vend nuk jetohet, sepse ka shumë oportunitete, qoftë për Shqipërinë dhe Kosovën, të rinjt kanë mundësi pafund, por nuk duan të eksplorojnë mundësitë. Dhe me këtë do të bëhet ky vend nëse të gjithë zgjedhin të largohen.
Pra ne duhet i mbajmë këtu, dhe kjo është sfida më e madhe. Pra ne duhet jemi model frymëzimi, që ata të qëndrojnë edhe të bëjnë vendin e tyre. Faleminderit shumë Arseta. Do të çojmë tani një lec. Ju dhe djali juaj. Po, Priami. Priami. Priami është, patjetër është qënja më jashtëzakonshme e jetës time, është personi më i rëndësishëm si çdo prind, ne e dim që fëmia është pjesë e shpirtit, ne nuk shkëputemi kurrë nga fëmia derisa mbyllim syt. Dhe në libër e them dashuria ime flijuese, sepse nëna ka dashuri flijuese për fëmin. Do të thënë një nën, patjetër dhe një baba, por po flas si nën, pozicionin që jam, një nën ndoshta nuk flijohet për asgjë në botë, por për fëmijën flijohet. Dhe Priami është sprova, është dashuria, është sfida, është momenti më i jashtëzakonshëm i jetës time që mua më ka çuar, ashtu siç thot Nietzsche, janë filozofinë e tij tek mbi njeriu, me qenien e tij, me mendjen e tij të jashtëzakonshme, siç thot dhe poezia Priamus, me mendjen e tij të jashtëzakonshme, ai e ka thyer botën. Dhe pastaj siç thot poezia e vetmja botë që mbetet, ai me qenien e tij të jashtëzakonshme e shkërmoq botën dhe e vetmja botë që mbetet është vetëm Priami. Kështu që për mua, në këto momente, e vetmja botë që mbetet, me motivi, forca, çdo gjë që unë kam bërë, iniciativa, gjithçka për sfidën, për dashurinë, për sublimitetin e sprovës dhe për lartësinë me të cilën kjo qenie mrekullueshme mua më ka ngritur në një dinjitet jashtëzakonshëm për mënyrën se si unë do ta përballoj dhe e kam përballuar dhimbjen, unë jam falendëruese për të gjithë jetën. Flet për sprovë, për sfidë, për dhimbje, pse? Sepse tek Priami i kam njohur të gjitha. Dhe nuk dua ta trajtoj në asnjë mënyrë tjetër sonte. Ju jeni personi dhe gazetari dhe profesionisti dhe njeriu shumë i dashur për mua sonte, përderisa unë po flas për këtë gjë. Por këtu i kam njohur të gjitha këto nocione që u cituat. Dhe jam falenderuese Priamit për të gjithë jetën, për forcën që më ka dhuruar dhe për këtë anë që arriti të zbuloj tek unë, që unë t'jem sot këtu ku jam, në dimensionin që jam, në lartësinë që jam, duke luftuar për këtë veten e madhe që dua të ndërtoj për Priamin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Do të kalojmë në një moment tjetër. Është një fotografi tjetër, deputeti që duam, tek politika. Si u përmbyll kjo histori? Si nisi dhe si u përmbyll kjo historia e deputetit që duam? Kisha shumë foto, mund të selektoja momente pa fund, por në rend kronologjik, nga lindja e djalit në 2020, tek deputeti që duam në 2024, ishte te i kalimi nga faza e ajo që folëm, tek foto e parë, kaluam tek faza tjetër që është ajo e ringritjes, do ta quaja. Deputeti që duam ishte dilema. Pra, unë u vendosa në një pikpyetje shumë të madhe. A duhet ta marrëm këtë hap? A duhet të dalëm përballë publikut? Kam qenë në një fazë të skepticizmit, që a duhet ta bëj, a jam lartësinë e duhur, më ishte zgjuar një lloj frike, ndërkohë që unë ka qenë një gjendje pak delikate, emocionale, dhe duke qenë në këtë pikë unë nuk kam pas kur frikë as nga kamerat, as nga daljet publike, as nga të folurit në podiume me shumë njerëz, as nga iniciativat e reja, sepse kështu e kam iniciuar dhe karrierën time nga një iniciativë e organizimit rinor me organizatën që themelova, dhe të deputeti që duam ishte momenti që a duhet ta ndërmarr këtë hap, do të thonë e jam gati për këtë, dhe deputeti që duam unë jam mirënjohëse ekzistencës së këtij portali, jam mirënjohëse për iniciativën që unë ndërmora dhe jam shumë falendëruese vetes që unë e bëra këtë hap, sepse ky hap
mua më forcoi, më ngriti, më bëri të tregoj tek publiku dimensionalitetin e karakterit tim edhe të profesionalizmit në fushën e politikës, në fushën e analizës politike, sepse nëpërmjet deputetit që dua unë mora spunto për t'u rienergjizuar dhe për t'u aktivizuar dhe për t'u ringritur jo vetëm politikisht, por në arenën e angazhimit publik. Dhe unë do t'jem gjithmonë mirënjohëse këtij momenti, kësaj pike, këtij takimi që ka qenë me kryeministrin zotin Edi Rama, dhe takimi këtu, momenti i fjalimit të tij, mënyra se si ai doli në një formë krejt shpenguar dhe na tha që ju duhet luftoni për të arritur këtë dhe duhet të dini që në politik 1 dhe 1 asnjëherë nuk bëjnë 2, mund të bëjnë 0, mund të bëjnë 10, por asnjëherë nuk bëjnë 2, dhe duhet luftoni për ta kapur. Dhe ky mësim, ky moment më bëri mua të kuptoj që lufta politike, loja politike nuk është një moment. Pavarësisht se unë nuk arrita do të fitoja të deputeti që duam dhe të bëhesha pjesë e garës pastaj për deputete, por mua më dha mësimin që politika nuk është një moment. Politika është rrjedha, është vazhdimësia, është intensiteti dhe aftësia për ta mbajtur në mënyrë konstante lidhjen me publikun. Si e përjetove mos zgjedhjen dhe si ndikoi tek ti? Fillimisht ishte patjetër një moment që unë e prisja të isha, por pastaj thash ishte refleksioni që rruga nuk mbaron këtu. Dhe rruga është e gjatë, patjetër nuk ka mbaruar. Angazhimi yt vazhdon. Angazhimi im vazhdon me publikun, me kauzën publike, me përfaqësimin publik, me lidhjen me të gjithë targetet e shoqërisë, me suksesi i librit tregoj edhe lidhjen time me publikun, tregoj lidhjen time me aktivizmin, lidhjen time me besueshmërinë tek publiku, se mbi të gjitha politika është besim. Dhe ne e dim që nëse ti nuk ndërton marrëdhënie besueshmërie me njerëzit, është e pamundur që ti të rezistosh gjatë në publik. Dhe patjetër që angazhimi im vazhdon dhe do të jetë konsistent deri në një moment që ndoshta politika s'do të ketë më nevojë për mua. Tani ti me gjithë aktivitetet tua, je aktive në politikë. Kam një pyetje kështu. Me qenë se je edhe shkrimtare, do të kalojmë tek libri. A e shpjegon poezia jote atë që politika e fsheh? Po, këto ditë kemi miqtë e mi të studiove dhe analizës politike, mbas çdo debati politik që kemi patur, madje dje patëm një debat shumë të fortë në një televizion në Shqipëri dhe kolegu im në fund bëri një farë mënyre një lloj lavdrese të vogël për librin, për treguar që politikës i shërben libri, sot më shumë se kur, sepse politikanët duhet të reflektojnë. Dhe ne kemi parë që gjithmonë më shumë po bëhet shterrues debati politik, po bëhet i ngurtë, po kritika nuk ka vend më, bëhen debate për skup, bëhen debate thjesht për të bërë viral. Nuk jemi më te koncepti i të bërit politik siç ka qenë dikur, nuk e di a e keni vënë re dhe ju. Pra ka një lloj rënje. Dhe këtë e tha prap një koleg tjetër në një studio kur foli për librin, që ka një lloj bjerrje, një farë mënyre të mendimit intelektual, të refleksionit, filozofisë. Dhe madje më ka ndodhur që në studio televizive kanë thënë, po çana bëni filozofin politik? Po politika është filozofi politike në vetvete. Nga këtu ka iniciuar agora greke, Aristoteli, Platoni, idhtarët e mendimit politike kanë nisur nga filozofia politike dhe nuk e shikojmë dot shkëputur. Pra, libri në vetvete sa shikohet si refleksion poetik, por nga ana tjetër është totalisht filozofi, mendim, përjetim dhe patjetër që i shërben absolutisht politikës. Politikës dhe politikanit shqiptar një profil i tillë politikani për ta fisnikruar, po them, kështu edhe diskursin, edhe debatin, edhe politikën? Patjetër që po. Ka treguar që aktivizmi dhe angazhimi i personave të tillë, pra me këtë lloj profili, me profil shkrimtari, me profil filozofie, me profil ndoshta edhe poetik, bazë profesionale edhe akademike mbase, e ka çuar edhe e ka ngritur diskursin politik dhe publik. Dhe unë këtë po përpiqem të bëj. Pra, në mes të amalgamës, të përfaqësimit rinor dhe jo rinor, të mënyrës se si sot po ndërtohet politika, në Shqipëri dhe jo vetëm, pra do ta shikoja edhe më gjerë, ndoshta edhe për Ballkanin perëndimor, por më shumë flas për realitetin në Shqipëri, them që duhet të rienergjizohet me figura që kanë format politik, jo format vetëm profesional, më kupton, por kjo përfaqësia
të standardizohet dhe të rritet pak niveli i mënyrës se si ne sot po e shohim politikën. Faleminderit shumë. Do të citoj disa gjëra që i ke thënë ti kështu. Ndryshe nga momente të tjera historike ku pasuria ishte një status shoqëror apo një prerogative trashëgimisë, sot pasuria është një vlerë nga e cila përpiqesh të ndjehesh më i realizuar, respektuar dhe vlerësuar në shoqëri. Sot paraja gjithmonë më shumë po bëhet përmbushse e depresionit të madh global dhe kjo është vërtet një çështje për cilën vlen të reflektohet. A është e vërtet që sa më shumë para të kesh, aq më shumë i respektuar je në shoqërinë tonë? Këtë na me ka marrë pasuria? Paraja është një domosdoshmëri në ditët që ne jetojmë. Jetojmë në kapitalizëm, jetojmë në qasje globale ku patjetër financat sot po bëhen status. Pra, ne e dim dhe do ishte naivitet ta mohonim që sot paraja t'jep status. Dhe mbase të hap shumë dyer. Dhe ajo çfarë ka ndryshuar është dikur ti ndërtoje status për të bërë para. Sot ti bën para për të ndërtuar status. Dhe kjo redukton intelektualizmin, kjo redukton profesionalizmin, kjo redukton meritokracinë, kjo redukton institucionin, kjo redukton shoqërinë, redukton politikën. Por mbi të gjitha, barra bien mbi brezat e rinj. Sepse ata, duke u vendosur përballë kësaj lloj sprove të madhe, kur nuk i hapet rruga sepse çdo gjë blihet me para, jemi në momentin kur ata ndjehen të zhgënjur nga realiteti dhe thonë, "Gjo, në këtë vend nuk funksionon dhe ne Andaj ikin jashtë për të bërë para." Patjetër, sepse thonë këtë, ne ose do të përballemi me sfidën që të bëjmë para brenda ditës, por logjika e të bërit para brenda ditës të çon tek paraja jo e ndershme. Dhe ne nuk duam ta çojmë të riun, brezin, një individin vetvete tek paraja jo e ndershme. Nuk dua t'i japim logjikën që ti mund pasurohesh brenda ditës, por duhet kryesh aktivitete jo legjitime për ta bërë këtë. Por ne duhet të reflektojmë kulturën e asaj që prindrit tanë kanë punuar, kanë luftuar, janë ropatur për ta bërë sot dhe për të na dhënë neve të ardhmen që kemi sot. Dhe si e kanë bërë ata? Me djersë, me ndershmëri, me punë, me sakrificë. Dhe ne nëpërmjet këtij modeli, pra të bërit para për të ndërtuar status, jemi duke dhënë modelin që bëni kompromise për të bërë para në mënyrë të tillë që të shkoni tek statusi, që të shkoni tek vendi punës, që të shkoni tek kapja dhe arritja profesionale. Dhe kjo në këtë qasje si e kam analizuar unë aty. Do thotë që ne sot po e mbivlerësojmë paran, sepse vetvete kapitalizmi neve na imponon këtë gjë. Për aq kohë sa ta provojmë të dalim në rrugë për shkuar nga këtu tek shtëpia as urbanin, autobusin nuk e marrim dot nëse nuk japim këtë vlerë në para, se nuk na lejohet hipim edhe. Pra, është mënyra ndoshta se si dhe politikat publike dhe shtetërore janë ndërtuar që njeriu e kanë bërë totalisht të varur nga aftësia e tyre për të gjeneruar të ardhurat. Dhe sot kemi disbalanca shumë të mëdha edhe në nivel global. Kemi njerëz që janë bilioner, por nga ana tjetër kemi njerëz që vuajnë për të ngrënë, për të pirë në kushtet e gati flijimit dhe të mbijetesës biologjike. Dhe jemi në pikën që kjo lloj disbalance, por brenda shoqërive tona, po interpretohet krejt gabim. Si po reflektohet në shoqërinë shqiptare kjo? Shoqërinë shqiptare po reflektohet në formën e asaj. Sidomos tek brezat e rinj. Është duke u reflektuar në mentalitet. Dhe kjo pikërisht në kulturë dhe në mentalitet. Kultura e ekspozuarit, kultura e të ekspozuarit gjërat e shtrenjta. Kultura e të veshurit në formë të dukshme, të logove, të markave, pikërisht. Dhe ti duke e trajtuar kështu, e bën tjetrit të ndjehet keq, por në të njëjtën kohë rrjetet sociale po japin një goditje fatale këtij koncepti, sepse sot rrjetet sociale duke reklamuar anën e bukur të historisë. Askush nuk reklamon në rrjetet sociale se s'ka para, se është i varfër, se po vuan. Gjithë reklamojnë anën e mirë, reklamojnë një restorant të shtrenjtë, reklamojnë një orë të shtrenjtë. Dhe të qenurit në këtë dilemë dhe të qenurit në këtë moment, bëhet gjithmonë e vështirë që ne të integrojmë mendsinë se jo paraja, pra nuk kemi paran të mbivendosur në çdo gjë dhe në vlerat jetësore. Por duhet sot që të reflektojmë mbi atë që neve na bën njeri, na jep dinjitet, na bën profesionist mirë, të luftojmë për t'i arritur
dhe mos të pretendojmë që arritjet vinë brenda ditës. Ne kemi punuar me dekada, me vite, për të arritur dhe për të qenë sot në pozicionet që jemi. Diçka tjetër kam hulumtuar dhe kam gjetur. Je përgjigjur në pyetjen sa është e vështirë të jesh grua bos në Shqipëri. Tani na shpjego këtë bosin, po a është e vështirë të jesh grua bos në Shqipëri? Është shumë e vështirë të jesh grua bos. Madje ka qenë dy koncepte, ka qenë gruaja bos dhe gruaja lider, që janë dy koncepte të ndryshme në vetvete, sepse të qenurit një grua lider është më e thjeshtë, sepse tashmë kemi filluar ta perceptojmë gruan si lider, gruan si drejtuese, gruan si CEO, gruaja si, po themi, drejtuese ndoshta një ndërmarrje shumë të madhe, pastaj gruaja si drejtuese politike, e tjerë, por gruaja si bos është pak më e vështirë, sepse gruaja si bos lidhet prapë me nocionin financiar, të qenurit dhe të paturit rolin shoqëror që ndoshta në familje ti të prodhosh më shumë të ardhura se sa bashkëshorti. Dhe këtu pastaj dalim tek dilema dhe tek përplasja patriarkati, matriarkati. Pra jemi gati ne për këtë që gruaja të fuqizohet shumë financiarisht dhe të jetë bos, pra bos në këto terma, jo vetëm në punë, por dhe në familje duke gjeneruar më shumë të ardhura. Ka gratë tilla në Shqipëri. Po bëhen akoma më shumë, po rritet, do të thotë figura e gruas e shikojnë në Shqipëri në rritje dhe edhe qeveria i ka dhënë shumë prioritet grave, qoftë në qeverisje, qoftë në të ndërtuarin e konceptit gruas si lider, të barazisë gjinore në përfshirje, qoftë parlamentare dhe politike, por nga ana tjetër dhe të gruas si bos në vetvete, ku nuk është më një tabu që një grua të drejtojë një biznes apo të ketë ndoshta më të ardhura se sa bashkëshorti, por është një sfidë që ne kemi prapë të hapur, sepse duhet luftojmë shumë me mentalitetin dhe mendsinë. Faleminderit shumë Arseida që je këtu sonte. Do të bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi në pjesën tjetër, flasim për librin më të ri. Dhimbja kërkon shenjë të ri.
Faleminderit shumë. Jemi këtu në studio, jemi me Arseda Gjylin. Tash do të flasim për librin, por një pauzë të shkurtër, një moment të shkurtër. Kemi një surprizë për ty. Okej. Ta ndjekim në video. Arsed, dua të të them nga zemra që ti je një nga njerëzit më të rëndësishëm në jetën time. Je një shembull force, pasioni dhe përkushtimi. Një model frymëzimi në çdo hap, në çdo sfidë dhe në çdo arritje. Si lidere ke udhëhequr me integritet. Si pedagoge ke hapur horizonte. Si politikane ke folur me guxim. Dhe si shkrimtare ke prekur zemrat e shumë njerëzve me një libër që është bërë një nga më të kërkuarit. Por mbi të gjitha për mua je një motër, një grua dhe një model frymëzimi që më kujton çdo ditë më shumë se sa shumë mund të arrijmë kur punojmë, dëshirojmë me gjithë shpirt. Jam krenare për ty dhe të përqafoj fort, të uroj shumë suksese, sepse ti e meriton. Oh my God, faleminderit. Nuk ishte se ti ishte më perfekte se kaq, realisht. E gjetëm në Itali, falenderojmë Ergën. Erga është një nga njerëzit më të rëndësishëm të jetës time. Kemi një diferencë të konsiderueshme të moshës, është vajza e dajës tim. Por realisht ajo ka qenë aty në çdo moment, çdo ditë. Është nga ato rastet kur relacioni dhe marrëdhënia nuk afektohen nga distanca. Se ne dim që për shembull me kushërinë që mbase i kemi në distancë, edhe mbase komunikimi, rrjedha e jetës nuk na bën që të flasim çdo ditë edhe të jemi 24 për të kuptuar edhe në një farë mënyrë për të qenë të updateuar me atë çfarë ndodh me jetën e tyre, por me Ergën është ndryshe. Unë dhe Erga jemi 24 orë në 24 të updateuara me atë çfarë ndodh. Erga është një vajzë me një inteligjencë jashtëzakonshme, kemi një përshtatshmëri të mrekullueshme me njëra tjetrën. Erga ka një zemër të rrallë dhe si rrallë ndonjëherë Priami ka një marrëdhënie shumë speciale me Ergën. Dhe jo vetëm për këtë, po e falenderoj jashtëmadhe për këtë video të ndjerë, jam pa fjalë, ju falenderoj nga zemra. Falenderojmë edhe ne Ergën dhe që e keni spikatur të kapni një pikë kyçe të jetës time. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dhimbja kërkon shetëri. Është libri që e ke edhe këtu sa po e ke publikuar. Po. Po ashtu e kemi edhe fotografin. Pa tjetër. Si shkoj në Panajir? Je në atë fazën kur je duke e shijuar, do më Pa thonë, tjetër. Shumë. ditët e para. Shumë. Nisi me pritshmërit të një autori të ri i cili futet për herë të parë në Panajirin e librit, të një autori si unë që kam botuar shkrime, publikime, proza, publicistik dhe poezi, por në formate më të vogla, ku nuk kam qenë unë autori të gjithë veprës, por kemi qenë autor të shumt në një publikim. Por kjo ishte një forme tërësisht ndryshe. Unë hyra në Panajirin e librit pothuajse në limitet e kohës, sepse vazhdoja të isha në dilemën a është aty ku duhet, a është në pritshmëritë e publikut, sepse unë gjithmonë me këtë kritikën e vazhdueshme ndaj vetes. I ke edhe sot dilema? Jo, përgjigjet i mora, patjetër, kështu që u futa në Panajir, jam shumë e lumtur, jam shumë e përmbushur, u futa në Panajir me pritshmëritë e një autori të ri. Por koha tregoi që në Panajirin e librit një autore e re si unë, që shkruajti një libër poetik, arriti të ishte një nga librat më të shitur në Panajirin e 28 të librit në Shqipëri, dhe kjo është një arritje jo e vogël për një autor të ri dhe është një surprizim për mirë, si për mua ashtu dhe për kolegët e mi. Dhe ishte një koleg që vinte vazhdimisht dhe kishim biseda gjatë Panajirit dhe i vlerësoj dhe i respektoj dhe i falenderoj pafund gjithë ato që erdhën dhe aksesuan librin Panajir, po dhe ata që do të aksesojnë vijim. Por kolegët e mi të mendimit politik dhe analitik vinin dhe më thonin çfarë ka ndodhur me shqiptarët që janë kaq të interesuar për poezinë tënde. Çfarë ka ndodhur që janë kaq të interesuar për poezinë, se ne e dim që në përgjithësi publiku është më shumë i interesuar dhe shkon ka proza, më shumë ti se sa ka poezia, sepse sot poezia nuk është më në trendin e duhur dhe të lëvrimit.
Por kjo ishte si një thyrje tabue, madje edhe drejtoresha e shtëpisë botuese më tha nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e Panajirit, futet një autor e re dhe mbi të gjitha me poezi dhe të arri të thyej rekord të jetë një nga autorët më të shitura. Urojmë që ta përsërisësh këtë sukses edhe në Panajirin e Prishtinës, pastaj edhe në Panajirin e Tiranës. Në që mënyrë e paraqet shejtërinë tim? A është ajo diçka e arritshme apo mbetet kështu një ideal i largët? Patjetër që shenjtëria është diçka e arritshme dhe unë nuk e kam trajtuar dhimbjen që kërkon shenjtëri si nocion në filozofik abstrakt, por të filozofisë së jetës, që do thotë njeriu në momentet e veta më decizive dhe ka dy shkrime brenda. E para kur humbet lidhja me Zotin dhe e dyta kur njeriu kujtohet për Zotin, që do thotë me nocionin e të mbinatyrshmes, me asaj që është më e madhe se ne. Dhe nganjëherë në përballjet me përditshmërinë, në të gjitha sfidat që ne kalojmë në jetë, me të mirën, me të keqen, me çdo gjë, ne i drejtojmë duart lart dhe kjo pesha e asaj që mbajmë çdo ditë bëhet më e madhe se vetja dhe ne duam ta dorëzojmë. Dhe këtu ishte nocioni i shenjtërisë, dhe jo vetëm shenjtërisë si besim i mirëfillt vetëm tek koncepti Zot, po themi, për të mos u bërë libri një anshëm për ata që mbase zgjedhin të jenë ateist në të tërën, por edhe ata që janë ateistë kuptojnë që në një moment caktuar dhe filozofët më të mëdhenj kanë thënë. Po ti beson Zot? Patjetër që unë besoj në Zot. Dhe besoj fort në diçka dhe në atë që mua më përmbush shpirtërisht. Dhe unë e dua dhe mua ka qenë udhëheqësi im në të gjithë jetën time. Dhe doja ta trajtoja në shumë dimensionalitetit e konceptit shenjtërisë, që kur ti të gjithë dhe filozofët më të mëdhenj, që kanë qenë edhe ato ateistët më kokfort, në një moment caktuar tjetës tyre kanë thënë që gjithë kjo mrekulli nuk mund të jetë rastësishme. Por e dyta, në momentet më të pashpresësisë dhe të çmendurisë ndoshta njerëzore, apo të mosbindjes edhe të mendjes tonë nganjëherë nga dhimbja shumë e madhe, njeriu kthen syt nga një gjë më e madhe se vetja për të lëshuar peshën e përditshmërisë, peshën e dhimbjes, peshën e ndoshta edhe të rutinës, se bëhet nganjëherë stresi edhe bëhet e papërmbajtshme kjo. Kur po flet për dhimbjen, për ty dhimbja është një forcë që ndërton, ka mësuar jeta apo diçka që të shkatërron? Sepse ne përmes dhimbjeve kalojmë në këtë jetë. Po janë dy pista. Pra ti zgjedh në jetën tënde ose ti je i dorëzuar nga dhimbja? Është zgjedhje? Është zgjedhje. Është zgjedhje në këtë pikë. Nëse ti ndodhesh në rrethanat e pafavorshme për të zgjedhur, duhet të ulesh dhe ti jesh falendërues. Dhe prandaj them që koncepti i librit është që ti duhet ta dorëzosh atë. Duhet ta dorëzosh se ne nuk e mbajmë dot peshën gjatë gjithë kohës mbi vete, se barra jonë është barra më e rëndë, për çdo njeri barra e tij është barra më e rëndë. Pavarësisht se çfarë jeton tjetri, pavarësisht se ka fatkeqësi botërore, pavarësisht se ka luftra, por ne barra jonë është më e madhja, se ne e mbajmë në kurizë. Dhe duam apo jo ne, dhimbja është sa psikologjike, aq dhe fizike, aq dhe shpirtërore, se ne e përjetojmë si barr, e përjetojmë si mbajtje, si nocion të peshës. Dhe këtu jemi te kjo që ti ose zgjedh të shkosh ka dorëzimi, pra mbas një refleksioni, kanë kaluar vitet, ti e kupton që ti nuk mund të qëndrosh më aty dhe duhet të ringrihesh. Është për forca, duhet patjetër të ringrihesh. Duhet patjetër të shkosh dhe të shpëtosh pjesën tjetër të mbetur të jetës tënde. Ke fëmijët e tu, ke familjen tënde, ke nënën, babain, të afërmit, etj. Dhe pavarësisht asaj gjendje ku ti ndodhesh. Kjo është zgjedhja. O do të zgjedhësh ta trajtosh gjendjen ku ti ndodhesh me dinjitet, me forcë, me ndërtim dhe me te kalim të vetes, ose do zgjedhësh të biesh në skutat e pashpresësisë, edhe pastaj nëse bie aty është rrugë shumë e errët ajo. Pastaj je një i vdekur që ecën me dy këmbë në këtë botë. Fole për peshat që i kemi. Unë dua ta shtroj pyetjen kështu, si ndikojnë plagët e të kaluarës në këtë rast në vendimet që marrim ne në të tashmen? Ndikojnë shumë sepse është një proces shumë i gjatë rekuperimi i plagëve të shkuarës. Dhe të gjithë ne kemi plagët tona. Dhe jemi këtu në këtë vend të mrekullueshëm, të shenjtë. Jemi në Kosovë dhe ne dim sa rëndon plaga apo jo. Kështu që dhe unë nuk dua ta thelloj më shumë sepse jam e prekur, por ne dim sa e rëndë është plaga. Ne dim sa vështirë është të kalohet plaga. Ne dim kur plaga është moment historik.
Dhe sa e vështirë është për një vend ta tejkaloj plagën e tij, dhe këtu ne nuk po flasim vetëm për individin, ne flasim për shoqërinë, flasim për kolektiven, flasim për fëmijët, flasim për njerëzit, flasim për nënat, për baballarët, për historinë e një kombi. Flasim për të gjithë vendin, flasim për qeverisjen. Dhe jemi tek pika që ne ta tejkalojmë këtë është gjëja më e vështirë, sepse çfarë i mban popujt, çfarë i mban kombet, çfarë i mban shoqëritë. Ne e dim që ka popull që jetojnë pa territor. Jetojnë, ekzistojnë, pse? Nga memoria e shkuarës. Dhe prandaj kjo na kthehet si moment historik, nëse harrojmë dot. Shumë e vështirë të kalohet kjo. Sepse çfarë? Ajo që jemi është memoria. Dhe këtu njeriu i ndodhur përballë kësaj, i ndodhur përballë faktit që memoria e bën atë të ekzistojë në botë, sepse ne kjo na bën. Mendoj, prandaj ekzistoj. Prandaj ekzistoj, Descartes. Dhe ai thotë që duke qenë se kjo është pesha e rëndë e asaj, dhe ne si njerëz e kemi të vështirë ta tejkalojmë, se është pjesë e historisë tonë, është pjesë e identitetit tonë, është pjesë e mënyrës e territorialitetit tonë. Dhe të qenurit këtu, çfarë ndodh? Ne vihemi përballë vetes. A do ta harroj, a do ta fshiu këtë pjesë të vetes time? Apo do të qëndroj këtu dhe unë shndrova si pyetje, po ta pak a shumë këto i gjejmë edhe brenda librit, si tema, si shqetësime që ti ke shprehur në mënyrë poetike. Patjetër. Për ta përmbyllur, për shkak se na ikën minutat, një mesazh mbase përmbledhës që mund nxjerrim nga libri juaj? Mesazhi përmbledhës është që libri, dua të them, 3 momente të konceptit librit. E para është filozofia ekzistencialiste, është të qenurit në botë dhe arsyeja pse ti je, refleksioni me veten. Elementi i dytë është nëna, si qenia më e mrekullueshme në botë, si qenia e cila është flejuese për fëmijën e tij, për fëmijën e saj, të tij deri në momentin kur mbyll syt. Dhe koncepti i tretë pastaj është dinjiteti me cilin ne duhet përballojmë të gjitha ndjesitë në këtë botë. Dhe ajo mesazhi që do të çoja unë për publikun është që në gjithë zhurmën edhe gjithë intensitetin e jetës përditshme, të ulemi një moment, në një moment qetësie, të reflektojmë, të lexojmë, të kuptojmë dhe të ushqejmë pak shpirtin tonë. Të jemi më të butë me veten. Po se përditshmëria po na e merr kështu copa. Kështu që të ulemi një moment edhe ndoshta të lexojmë edhe dhimbja kërkon shenjë të ri. Faleminderit shumë. Faleminderit do ta lexojmë dhimbja kërkon shenjë të ri. Faleminderit shumë. Ne këtu e përmbyllëm, do të më japësh atë libër? Patjetër që po. Patjetër që po. Po e zbulojmë për audiencën çfarë më shkrova, apo po e lëm kështu mister? Si do duash ti? Është libri ju tani. Do ta lexoj? Hajde se janë kurreshtar regjia ta dinë çfarë më ke shkruar. Resulit me vlerësim, respekt për mësimin, vlerat dhe ardhjen në ADD, Shqipëri, Kosovë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Arseda. Faleminderit shumë. E përcjellim me Eduard Trokiti Arsedën, na shih për bisedën që e zhvilluam. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit zonja.